Mond Mahalla alias Mond Hyka, i cili një ditë më parë mbeti i vrarë me 3 plumba në oborrin e karburantit të tij Xhaxhi Oil, është dënuar në muajin tetor të këtij viti me 1 vit burg për akuzën e prodhimit dhe mbajtjes së armëve të ftohta. Por për shkak të gjykimit të shkurtuar, gjyqtari i Elbasanit Elizdina vendosi të ulë dënimin në 8 muaj burg dhe këtë kohë burgimi ta pezulloi duke ja kaluar në 16 muaj për të mbajtur kontakt me shërbimin e provës dhe mos të kryej asnjë vepër penale. Viktima e regjistruar në Elbasan u dënua vetëm për një thikë të madhe luftarake me dorezë të zezë, e cila është gjendur brenda një klofi të zi, 2 fishek luftarak dhe një shkop gome me ngjyrë të zezë si ato të policisë. Ndërkohë për një armë zjarri tip Taurus, kalibër 9 mm pistolet prodhim brazilian, ai është zhveshur nga përgjegjësia penale pasi autorsinë e kësaj arme e mori nëna e tij Fatmire Mahalla, e cila fillimisht deklaroi në polici se arma e gjetur në banesën e saj i përket djalit, por disa muaj më vonë në një pyetje të dytë ajo ka deklaruar se pistoleta i përkiste burrit të saj që i kishte vdekur, por nuk dinte që sendi ishte i paligjshëm edhe ende në banesë. Një qëndrim i kundërt nga i pari që solli lirimin nga përgjegjësia penale të Mond Mahallës Alia Hykës, por një herë çoi në ndjekje penale nënën e tij Fatmira Mahalla, e cila u dënua me 1 vit burg për akuzën e prodhimit dhe mbajtjes së armëve të zjarrit dhe municionit. Por për shkak të gjykimit të shkurtuar e moshuara, është dënuar me 8 muaj burg, vendimi i cili është pezulluar duke u vënë në shërbim prove për një periudhë 16 mujore. Sipas dosjes hetimore të siguruar nga gazetari Elton Qyno, arma dhe sendet e tjera të paligjshme në banesën e nënës dhe biznesin e Mond Mahallës janë gjetur pas dyshimeve se ai ishte implikuar në tregtinë e kokainës në Elbasan dhe jo vetëm. Mbi bazën e këtyre dyshimeve, më 20 janar 2024, gjykata e Elbasanit ka lejuar kontrollin e banesave dhe automjeteve të Mond Hykës Alia Mahallës. Shërbimet e policisë gjyqësore kanë bërë kontrollin e banesës në lagjen e Min Matraxhiu pranë karburantit Xhaxhi Oil. Ndërkohë gjatë kontrollit në banesën e shtetases Fatmire Mahalla, në katin e dytë, në dhomën e gjumit të djalit të saj në sirtarin e komodinës u konstatua një çantë marsup me ngjyrë kafe në brendësi të saj. U konstatua një armë zjarri e llojit pistolet e markës Brazil me 7 fishek metalizzato. Gjithashtu nga kontrolli i ushtruar u sekuestrua në cilësinë e provës materiale dhe një pasaportë e kartë identifikuese slovene, tërësisht e falsifikuar me emrin Zvelto Smerekov, si edhe një leje qëndrimi gjermane e rregullt. Më pas u krye kontroll në biznesin e Mond Mahallës me mbishkrimin Xhaxhi Oil. Në katin e parë të këtij subjekti tek zyra administrative u konstatuan 21.000 euro. Gjatë kontrollit të katit të dytë të zyrave u konstatua një thikë e madhe luftarake me dorezë të zezë futur në klëf të zi, 2 fishek luftarak dhe një shkop gome me ngjyrë të zezë si ato të policisë. Vetet Mond Mahalla nuk është arritur të kapet nga policia gjatë fazës kontrolleve. Gazetari Elton Qyno ka mësuar se 2 ditë pas kontrolleve të ushtruar, më datën 22 janar 2024, është pyetur si person që ka dieni për veprën penale nëna e Mond Mahallës, e cila ka deklaruar se në banesë jeton e vetme që pas vdekjes së bashkëshortit të saj. Tek doma ku u gjet arma e zjarrit është doma e gjumit të djalit të saj, por ai nuk jeton aty, por në një banesë tjetër në një pallat në afërsi të gjykatës. Ndërkohë ajo ka deklaruar se nuk ishte dieni për armën që ndodhej në banesë. Ndërkohë, 20 ditë pas këtij deklarimi, Fatmira Mahalla është paraqitur vetë në polici duke dhënë një deklarim të kundërt me atë të parin dhe pretenduar se arma e zjarrit prodhim brazilian i përkiste bashkëshortit të saj të ndjerë. Në dëshminë e saj ajo ka deklaruar se janë paraqitur vetë në polici për të dhënë deklarime në lidhje me armën, e cila është gjetur në banesën time nga kontrolli ushtruar nga policia. Ajo armë është gjetur në një dhomë në katin e dytë banesës, e cila i përkiste bashkëshortit të saj dhe e ka mbajtur që në kohën kur ai ishte gjallë. Kjo shtetase ka menduar se arma ka qenë me leje. Arma u gjet në sirtarin e komodinës së njërës prej dhomave të katit të dytë banesës dhe aty mund të jetë vendosur nga bashkëshorti që në kohën kur ishte gjallë. Ajo nuk ishte dieni se aty ndodhej arma. Pas vdekjes së bashkëshortit, ajo ka jetuar vetëm në banesë dhe ka fjetur në katin e parë. Ajo deklaron se ka 3 fëmijë, një vajzë e cila është martuar dhe jeton me bashkëshortin, ndërsa 2 djemt janë martuar dhe jetojnë në banesat e tyre. Gjithashtu për këtë fakt është pyetur si person që ka dieni për veprën penale dhe biznesmeni që ditën e djeshme mbeti i vrarë Mond Mahalla, i cili ka deklaruar në polici se lidhur me thikën dhe shkopin e gomës të gjetur në katin e dytë të godinës së karburantit, i ka blerë si relike dhe i ka vendosur si zbukurim tek zyra e karburantit. Ai ka thënë se nuk ka pasur dieni që këto sende ishin të kundraligjshme. Ndërsa për sa i përket 2 dokumenteve slovene të falsifikuara, është marrë në pyetje një shtetas me iniciale AB, i cili ka deklaruar se në lidhje me dokumentet e identifikimit slovene që u gjetën në banesë ka bërë tek një person në qytetin e Tiranës të cilin nuk e njeh. I ka parë që reklamoheshin në një faqe interneti dhe ka kontaktuar nëpërmjet një faqe interneti ku pasi e ka takuar i ka paguar shumën prej 3.000 euro për të pajisur me këto dokumente. Sipas tij këto dokumente janë të rregullta, por e kundërta rezultoi gjatë kryerjes së aktit të ekspertimit ku dolën tërësisht të falsifikuara.